Dëgjesa e radhës në kuadër të hartimit të projekt buxhetit të vitit 2026 të Bashkisë SMAT u zhvendos me banorët e lagjes Drita të qytetit të Burrelit. Gjatë fjalës së tij, kryetari në detyrë i Bashkisë SMAT Myslim Zeneli tha se edhe për gjatë vitit 2026 do të vijojnë investimet në çdo rrugë lagje të qytetit, pa harruar këtu edhe projektin e sistemit kapot të pallateve. Sa i përket taksave vendore, Zeneli u shpreh se nuk do të ketë asnjë ndryshim nga paketa fiskale e këtij viti, ndërsa prioritet do t'i jepet edhe shtresave vulnerabël, jo vetëm në qytetin e Burrelit, por në të gjithë Bashkinë e Matit. Problemi i parë në qytet mbetet ai i përmirësimit të infrastrukturës, i cila ka vend për të parë të gjitha planet, sidomos shirat e fundit kanë zgjedhur pa probleme, të cilat kërkojnë ndërhyrje dhe shumë vëmendje. Së dyti, më duhet të them që mobilimi urban është një çështje që merret për herë e hapur dhe kërkon perfeksion, siç është ndryshimi, siç është pastrimi i qytetit, dhe në të gjitha rastet, tu nuk përjashton pak lagjen e re, që është pjesë integrale e qytetit. Në duhet të shtoj që në politikën fiskale do të ketë asnjë ndryshim në paketën tonë. Pra, do të ketë asnjë lloj shtesë në taksa për sa i takon vitit 2026. Para se projekt vendimi të shkojë në Këshillin Bashkiak, ai do t'i prezantohet qytetarëve nëpërmjet dëgjesave publike që po zhvillohen në të gjitha njësitë administrative.